A penalti a favore del Real Pas ka Madrid. shans. Nuk I ka shanset. Reali ka fitu Champions kur gjyshja ime dhe gjyshim si njohur akoma, po Santiago Bernabeu. Lori më falë se nuk dua të tregoj me ashpër. Inshallah se hani si që ngri Barcelona 8. Një mesfushore si Cristiano Aslani. Se kemi, po se Patetina është Aslani i Kosovës është ai I vërteti. Ke një aplikacion telefon që quhet YouTube. Po ai as di dribloj, as gjuj, as bëj gjë. A nuk e meriton Shkodra një titull pas kaq shumë viteve? Si duroj dot. Jo, shumë men njësoj si Silvinho. Do ishte mirë për deklarata, për konferencat për shtyp, do ishte mrekulli për Federatën Shqiptare e Futbollit, por jo për kombëtaren shqiptare. Vota ime shkon për këtë. Silvinho, Po, do të qëndroj. Jo, mirë la gjë, jo do I kapte shpulla gjysmën e njerëzve atje. Pse? Ja, kur I kthehem në studio, akoma pak I hidhëruar nga Prishtina dhe nga Varshava, por Andale Sport vijon, kemi akoma gjëra shumë të bukura përpara, prandaj klikoni butonin subscribe dhe nuk do humbni asgjë nga ato. Miq të Andale Sport, kombëtarët përfunduan, kthehet futbolli I klubave, kthehen vuajtjet për mandh. Kthehen, para çështi sot se un sapo mbaruan kombëtarët që nuk u zgënjeva, isha në çik më normal. Shkon Partizani. 7 pikë para. Mund nga Vllaznia 2-0. Mirupafshi kampionatit. Shkon Reali im. Vedat Muriqi I le gola për Vllaznin. Pirati. Përmendu. Nuk jam mirë, kam mirë të Vllaznia. Shkon Vedat Muriqi I bë gol Realit. Ju fitoni me Atletico me gol qyt Lewandowski, siç e fitoni ju e dini. Qyl gol është ai. Dhe krahasoj gjithë dhimbjet që kalova unë këtë periudhë, sot ndark Reali im jo në formë, luan Champions me Bayernin, tim vendos mu në pozicion strategjik, se është negativ, me fanellën e Kenit mrapa dhe e ftuara na qërllon rastësisht tifozë e Bayernit. Mirela Gjej, përshëndetje kemi aj. Përshëndetje dhe mirë si u gjeta. Mirë se na erdhi me kesha jon, na ke ardhur me fanellë të Bayernit. Patjetër që po. Tani përbarazi. Do reagoj fuqishëm. Nuk besoj që ka të efekt, po gjithsesi. Rëndësia që fanella Realit është më e bukur se kjo. Jo, të lutem shumë, këto stale fare mbarun ty, se e Bayernit është më e bukur, s'ka. Ku ka sistema si fanella e Realit. Nuk ka, do shumë. Fanella e Realit është aq e bukur sa ai dhe ai njeri e ka veshur. Ku e kam veshur? E ke veshur dhe ne e dim. Të gjithë duhet vendosim një gjë për sy të keq, ai e ka vesh për sy të keq, por mos ta marrim sysh fanelën. Po, pra sot e ke për sy të keq. Edhe publiku e kupton. Ti je për sy të keq me ato fanelë, sa që keq është. Qoft fati juaj sot si ngjyra fanellës tënde dhe fati jon si ngjyra fanellës. Shikon, para 2013-s, Bayerni quaj La Besta Negra për Realin, që kështu, Matja Zez, ne bam. Mbrapa ke një fanellë të bardhë e Erkenit, kështu që ajo do të kujdes me dëshirat që jep. Merruni vesh vet, unë uroj të fitoj Bayerni. Kuptoj pse dua të fitoj Bayerni. Por e urren. Por si shikoni formën e dy ekipeve në këtë përballje. Tani ti jemi realist, Bayerni është më mirë. Por të dyja ekipet kanë probleme me mbrojtjen. Domethënë Bayerni është ekip që nëse fillon duket sikur ke një makinë shumë është ajo makina e kompletuar, në sulm është Ferrari, në mesfush po aty afër me Ferrari, shkojmë domethënë, e sa në mbrojtje. Të dyja skuadrat e thesh shumë bukur, të dyja skuadrat kanë probleme me mbrojtje. Problemi është ky, që tek ju në sulm keni një Olizet frikshëm, një Harry Kane që s'fal centimetrin, keni dhe një Luis Diazin. Kurse unë sulm kam një Qaraman si Viniciusi, që luan një neshje në 27, kam dhe një Mbappé që luan një neshje në 22. Kupton? Dhe për këtë arsye, që shumë nxjerrë me lojtarët e tu. Jo, vëlla, mi kanë ngrit nervat në kul. Domethënë, vërtet, sepse është kjo më burr, se prap kthej tani unë I parizoj shumë kombëtarët me Shqipërinë, me kombëtarët me Realin, që thoni fut Mehmetin, fut Muçin, po nuk të kthehen vëlla, dhe këta tmit Vinicius me Mbappén, nuk kthehen vëlla, nuk kanë plan sakrifikojnë. Duan vetë stopin. Dhe më fal, ndjes, dhe ti ke në stol një Vincent Kompany që videot e Burnley ka virale ku I ulëriste lojtarëve, kurse un kam një Arbeloa që se nuk e pjerd njëri fare kur jep skema. Jo, hiç fare, është vërtet kjo që ama ne kemi dhe Harry Kane që kthehet domethënë si qendër mbrojtje. Ai është një lojtar që të nis aksionin. I bën të tre repartet ai. Domethënë ai është ke nevojë për një kapiten është aty, ke nevojë për një mesfushore ke aty, ke nevojë për një sulmues ke aty. Ama kësaj radhe prit, pa vetëm ai Ama kjo fanellë është shumë e rëndë miqtë e mi. Dhe ne edhe me një probleme.
Kjo fanell peshon më shumë se historia e Bayernit dhe çdo klubi tjetër në botë. Po. Dhe ne mund të nxjerrim këtë çerek finale. Nuk dua ta banalizoj. Nuk dua ta banalizoj. 15 Champions nuk janë të rohas mos fol fare. Kur keni fituar Champions Real Madrid është për pas një gjyshin. Kur kemi marrë Champions, ju kemi poshtur në Allianz Arena me 4-0 me 2 gola të Ramos e Ronaldos. Ju kemi poshtur me spektakël. Në rregull, po në 2024 si ishte puna me golin? Që ishte në rregull dhe janë gjuajtur në offside Bayernit. Lutem vetëm arbitrat i kemi. Me Bayernit kam problem se kam shumë tifoz Bayernit. Ju nuk pranon, ju thoni që Real ju ka rënë qaf me arbitra ju, ama kur ju tregoj videot që keni ra ju në qaf Realit, thoni jo po. Po penalti që të dha në 2016 ai arbitri në Allianz Arena aty që nxori Vidali jashtë. Ishte penalti që era topi këtu Carvahalit. Gola offside bër. Gola offside milimetrik. Dhe ishte gabime njerëzore. Gabime njerëzore. Penalti edhe ky gabim. Jo, unë jam shumë dakord për këtë. Po mos thoni që ka favorizuar arbitrat Realit, se kanë qenë për të dyja skuadra gabime njerëzore. Jo. Shiko, Reali është një ekip tamam fiksi ajo video me që është a penalti a favor a Realit. Ska shans. Nuk i ka shanset. Nuk e keni shanset. Jo. Shiko, nuk tokën nuk e va dita po i të bubullima që siç po bërtet ti. Reali Madridit. Ja ku çohet tifozë Barcelonës. Reali ka fituar Champions kur gjyshja ime dhe gjyshi im si i njohur akoma, po s'po dua të them në Më fali. Ku ishit ju? Gjyshja juaj dhe gjyshi juaj në 2016, 17, 18 kur Reali mori 3 vite radhazi dhe ju nuk e keni provuar të merrni 2 radhazi jo më 3. Një vit ja vodhi Juve një vit. Ja vodhëm Juve ne trajtuam si një zonjë të vërtetë në finale. 4 petlla. Po, e di se shumë mirë se si funksionon. Liverpoolin finale spektakël. Zot. Mirë me Liverpoolin, po Atletikos dhe Juve si ja keni vjedh dhe ka. Çfarë vjen Atletikos ne më? O mëtho. Mos e trëmftuari sur gravin më. Ku trajmë ta joj, bosi të rrasaj. Mirela, se vetëm debat ka deri tani. Ç'ne e bër me Bayern? Po prita burr. Prita bëj pak emocionuese. 2008 Bastian Schweinsteiger shikoja ndeshin Portugali-Gjermani. Schweinsteiger kroson me goditje standarde për 2 gola të Klosës dhe të Balak, gjithashtu shënon dhe një vet. Dhe çfarë ky lojtar hera parë 10 vjeç që isha fëmijë. Ras kështu, prej atij lojtarit, në atë moment përkolun ky lojtar i Bastian Schweinsteiger, futa Google-ova, kërkova, atë. Kështu bëra me Bayernin. Kështu u bëra me Bayernin pastaj në 2010-ën që isha akoma edhe më e madhe, domethënë dhe aty rash dashuri totalisht me Bayernin. Po ti çado? 2010 në dashuri kur e rafi Interi në finale 2-0 në Santiago Bernabeu. Por ti pse burrosh me Interi? Jo një sekondë, nëse mua më pyesin me kë je tifozën Serie A. Po çe hiqa fanella visha të zikaj. Kë je? Nëse më pyesin me kë je tifozën në Serie A, do të them kundër Interit. Pse apo se u rafi? Thjesht 2010. Flori më fal se nuk dua të tregoj me ashpër. Inshallah se hani siç e ngri Barcelona 8. Mbaje. Flori më fal. Ja. Kjo ishte Na. Dy zoq me i burr, po nuk ka problem. Uroj takohemi finale. Juve. Përpara dua që të mbas nga Barcelona se nga Reali. Më lër të kujtoj që më mirë nga Barcelona 5-0 se sa nga Reali 2-1. Më lër të kujtoj zhërën Boateng përballë Leo Messi. Po ushtri. Edhe ajo ishte. Shifa, unë jam tifoze e Bayernit, po atë moment e kam adhuruar. Pa përmendur pak kombëtarët. Kishim Shqipërinë në zhgënjeu, kishim Kosovën që ishte pa. Po për vetë që zhgënjeu, mendoj që bëri mirë. Na zhgënjeu. Po për vete. Faktikisht edhe unë jam e thon këtu në këtë pikë ku kam thënë që më shumë kishte mundësi Kosova për të kaluar se sa Shqipëria. Sidomos në ndeshjen me Polonin, mendoj që domethënë Shqipëria ishte një dështim, sidomos pjesa e dytë një herë. Pjesa e parë nuk mund të them diçka. Tani ti ke thënë që ishte ka parë një intervistë ndër si gazetarëve fajin trajnerit dhe si tifozëve fajin lojtarëve. Deri diku po. Po çfarë do të thënë kjo? Domethënë, nëse nuk do e njihja ku qëndron problematika dhe nuk do e dija që nga brenda pyetje që ne i drejtojmë Silvinjos apo se si flasim me të dhe mbasi fiken kamerat, do mendoja që realisht i kanë fajt çunat si tifoza. Por duke qenë se ne i dim dhe vazhdimisht e shohim përgjigjen e tij në mënyrë ironike, është showman, është showman. Silvinjo është showman. Ai di të japi një show që askush nuk di ta japi. Dhe të vjen dhe të bën deklaratë, të bën për budalla dhe ti thua, "Okej, pse ky lojtari, pse s'është grumbulluar ky lojtar që është winger i djathtë dhe thot, po nuk më përshtatet skemave, po ty në fillim tu përshtat? Po Seferi që u zure me të tu përshtat në fillim? Apo Jasir Hasani që u zure me të tu përshtat në fillim,
Po ku mendon që ndryshon ajo pika e interesit? Pra, për çfarë një lojtari duhet deri një farë pike, pastaj nuk I duhet më? Po mendoj që ai është njëri që I merr gjërat personale. Atë ka bërë dhe me Trit Berishën. Edhe ky është problemi më I madh që Silvinho ka hasur, domethënë, sidomos mbasi u shqiptarizua pak, se them më përpara nuk I merrte gjërat personale, I kishte më shumë profesionale. Ka ndërkohë pasaporta lushnje? Duket se pasaportizimi I lushnje që ka shumë problematik me këta trajnerët e kombëtarëve shqiptare që vinë vazhdimisht edhe bëjnë problem. Po pse më mirë, kur është ka problem? Dgjoj, në qoftë se një trajner prishet me një lojtar, ndoshta nuk është faji trajnerit, është faji lojtarit valla. Tash nëse një Asani nuk është formë do titularit me zor në që do prishesh. Nuk them pra, për Jarsi Hasanin specifikisht në këtë ndeshje, po jo, edhe me tjerët, pra, ky trajneri edhe nëse zihet, unë jam dakord I mendimit që edhe nëse Silvinho vendos të zihet me 7 nga lojtarët, por prap na çon në Europian, na çon finale play-offit e ka halal valla. Po çfarë Se mos moni Silvinho ka shumë. Ora na çon play-off, por ti ja kishe një Poloni të cunguar përballë që mund ta kalojë. Është Polonia më e dobët që ka qenë ndonjëherë. Po, dhe jo, ti je duke fituar një avantazh me 1-0. Po, dhe ke bërë një lojë në pjesën e parë shumë të mirë. Pra. Që është merite? E lojtarëve. E trajnerit. Jo. Po pjesën e parë po e ka meritën, e kam, pjesën e parë e ka. Po pjesën e dytë. Trajneri. Po pjesën e dytë. Pjesën e dytë mbasi u futën në dhomat të zhveshjes, gjithë lojtarët ndryshuan duke u tërhequr. Kur ishte momenti më kritik. Domethënë, nga misit që kam dhe nga njerëzit që njoh, vazhdimisht thonë që Silvinho ju thot lojtarëve tërhiquni mbrapa. Shumë mirë. Ku është problemi? Jemi 0-1 duke fituar, nëse barazojmë më mirë shkojmë me barazim. Më falni. Si mund të trajner duke të thënë ty mbaj rezultatin. Ti që këtu dhe ata që na ndjekin, ku është problemi që kur jemi Polonin 0-1 në Varshavë minutë 60, të mbrohesh të shpresosh bësh gol kundërshtues. Po, ku është problemi? Po nuk mund të nxjerrësh një winger për një mbrojtës kraut, lutem shumë, për nuk mund të nxjerrësh Arber Hoxhën për Pilon. Së është budallik me brirë. Sepse Pilo... Minimalisht... dhe bëjtë të debat. Do më sulmoj prapë për këtë që do them. Jep argumente, na. Do më sulmoj prapë. Pilo është më mirë lojë në grup. Pilo erdhi me iden mes fushor që ndihmon Mita në mbrojtje dhe me pak fat mund të bëj gol. Dhe kjo skema na doli, po thjesht Pilo nuk bëri golin. Po nuk doli skema. Po nuk doli skema pra. Momentin që s'është finalizuar s'ka skem. Po, man thot, hajde shkojmë klas parë, deri në klas 9 dhe s'marrim përfimin e lirimit, ne menduam që bëm shkollën jo, s'bëm. Në tani Polonia në Varshavë nuk ishte pengesë Polonia frikshme që mendon ti jo. Nuk ishte Polonia frikshme. Nëse ti e mbyte me lojë pjesën e parë, pse se mbajte ritmin që ti ndrosh kokë në kokë ata. Sepse Silvinho se fute me Metin kur ti thua, okay, do i bëj pressing më shumë. Edhe normalisht do i bëje pressing më shumë Polonis fusi me Metin Muçin direkt apo t'japësh 0-2 e vret neshën dhe rri i qeti pastaj duan e kontrollon dominon. Po s'do nesër Polonin dhe më falni gjithçka e keni parë ke avatari si fillon filmi thot të katër kombet tua në harmoni, por gjithçka ndryshoi kur kombi zjarrit së moj. Tani edhe kene gabimi një lojtar përballë gjithë gabimeve të një trajneri nuk mund të vijë në baraspes. Po gaboj Silvinho është dinamik futbolli, është moment. Ndërsa trajneri gjatë gjithë kohës që e vësh gol lojën duhet bëjë ndërhyrje të sakta. Ai mle Muçin në 8 minuta në gjithë shtesë. Nuk jam mbushur dot më ndilat. Ai është nuk e çaj mbushë. E ka bërë të debatin 7 herë deri tani, 7 argument I mirë. S'ke çaj mbush mendje kur s'ka se ka 8 vjet që e njoh dhe 8 vjet I njëjti person, s'ka ndryshuar ndonjëherë që kështu. Ju lutem, faleni. Nuk ishte kompliment, po. Tani mua me kishte e di që nuk ishte ky limiti jon. Pra ne mund shkonim edhe në play-off finale, mund të provojmë edhe me Suedin që nuk ishte ekipi aq I frikshëm sa dukej. O zoti ma Poloni që vuajti pak dhe Suedi. Okej, vazhdo bëj pyetje, nuk po flas. Se të vazhdoj të bëj pyetje? Vazhdo. A nuk ishte ky realitet? Po Suedia çfarë po thu më burr? Suedia me një gyok herë se asi tjetër. Kishim shanse me Suedin, e? Po. Kishim shanse me Suedin më shumë se sa kishim me Polonin. Mendimi im, dhe ti kur arriti ta mbysje Polonin me pjesën e parë, sigurisht që Suedin paktën minimalisht barazimin me një lojë shumë të mirë ja merrje pa u lodh, pa I sforcu lojtarët. Amër çka kia reagim se vërtet është, edhe unë mendoj një lloj. Bëj pyetje me ku im, nuk po flas. Po pse nuk do më fol? Jo, vazhdo fol. Çfarë mendon ti? Unë mendoj se kishim shanse me Suedin. Sa e kishim? Transfert. Probabilitet me. Po kishim shanse me Suedin, ose tërë Suedi. 100% sa? Dgjoj tani mos më luni mend. Mos më ngatroni kur them mos më ngatroni jo ti Mirela, po ata që na dëgjojnë. Mos ngatroni skenarët e Hollywoodit me jetën reale. Nuk mund shkosh. Po se nuk mund bëhet mrekullia që me forcën e vllazërore të 11 djemve ne mund të poshtim Polonin dhe Suedin. What the fuck, e di çfarë bëhet mbrapa apo jo? Ekipi pak a shumë kishte ekipin Bërtham që I mori barazim Kroacisë në Europian. Po, pra, po Kroacia ka I 90 minutë komplet në vete. Që ja more me Romuj. Me Romuj, jo, ja more dhe me cilësi produktive kur futet lojtarin që duheshin. Edhe këtë gjë po them.
Po Bllokoj. fal, se un kam thënë për Kristian Aslani, më kanë kryqëzuar njerëzit sa më kanë dalë pro, sa më ka dalë kundër, që kam thënë është lojtar mbi vlerësuar dhe lojtar fudull dhe vazhdoj ta them që Fudull. Fudull është lojtar i Çfarë tillë. në kupton kur thua fudull, miku im? Patjetër kuptimin e fjalës fudull, mendje madh. Mendje madh, është një lojtar mendje madhe me sfush dhe mendojnë që ai mund të bëjë çdo gjë ndërkohë që vetëm të kthen topin tek portieri. Nuk di gjë tjetër. Si lojtar nuk di të organizojë më dhe nuk mendoj që është lojtari talenti që e kemi llogaritur ne Kristian Aslani, kemi talent si një mesfushor si Kristian Aslani. Se kemi, po se Patetinash është Aslani i Kosovës është ai i vërteti, po. Okej, ishte Kristiano se na dëgjon? Kërkoj ndjesje shumë djalë i mirë, por si futbollist le për të dëshiruar. Ndërkohë te Kosova. U prit me pak më mirë ky eliminimi te Kosova, nga që shkuan deri finale, bënë lojë dinjitoze, provuan deri në fund, paçka se fati nuk i deshi shumë. Po normalisht pra se bën lojën dhe kjo është diferenca e saj. Peti Franco Fodon që futi sulmus, 4 sulmus aty, 5 sulmus, hiq me sfushor, hiq mbrojtës fut sulmus sepse kërkonte me ngul ngol. Ka Allin pra nuk ka çon Po bet. Allin, nëse ti je duke humbur në një rast siç po humbnim ne 2-1 me Polonin apo Kosova që po humbte 1-0 me Turqinë, çfarë do humbasësh më? Pse ëngre dytin i humbur se i humbur je. Që kështu u hidhe ndoshta e provo fati. Provo deri në fund. Të humbasësh me dinjitet edhe të kesh përsëri dinjitet, luftosh deri në fund, deri në sekondat e fundit, atë e bëri Kosova. Ndërsa Shqipëria. Se ne nuk humbëm dinjitet ne? Jo. Sepse lojën e Jo, dytë. ne me dinjitet humbëm, po nuk arritëm deri aty ku. Ajo tha jo fare. Jo, se si ishte dinjitet ai ku ti nuk tregon asnjë lloj gjëje aty. Liherë Jo, sidomos. treguam për treguar. Pjesën e parë, pjesën e dytë. E pra, ishte me 2 tablo loja. Brezin më të talentuar që e ka tani Silvinho, që e kishte Silvinho, zorta ketë pasur ndonjë periudhë kombëtare shqiptare. Edhe Brezi që shkoi në 2016 nuk ishte i talentuar, ishin luftarak, por të talentuar siç janë tani këta, nuk janë. Nuk kishte lojtar me vlerën kaq marramense sa janë tani lojtarët. Dhe nëse ti po deshe pranoje, po deshe jo, nëse të duket një lojtar i kombëtarës shqiptare që është i pa talentuar përveç Aslanit, thua çfarë të duash. Tani, të të bëj pyetje? Më thuaj. Këta tanët vërtet e më talentuar se 2016-ës. Ti po t'ishe trajner, do preferoje të kishe këtë grupin aktual, pra plot talent, por shumë pak minuta në këmbë, apo grupin e atërshëm pak talent, por shumë minuta në këmbë dhe shumë muskuj. Sepse unë mendoj që Silvinho ka një grup me emra të mirë, por janë lojtarë që nuk kanë minuta në këmbë më njëri. Aktualisht nuk i Po kanë, s'kan se gjatë 3 viteve. Se të kishte Brojën top form ai, do kishin folë sot ne. Gjatë 3 Ore viteve. kishte Mehmetin në top forme, kishte Arpnor Mujën që se mori fare. Nuk e ishte. Qa muja të shimë. Ore po shënon është një lojtar që ka 6 gola, ka 3 asis. Në Turqi, ku lua Jo, është në Belgjik. Edhe është në vendin e dytë, dhe është në konkurim për të kaluar vendin e parë, për të Belgjika është sinema me Final Four dhe Belgjika. Me Final Four. Është një lojtar në formë. Ore, po të them një emër lojtarës më mirë me një lojtar superiores që ka minutazh. Të lutem. Po më fal. Kush nga superiore e meriton kombëtaren? Se ikën nga i temte tjetra. Kush? Ka lojtar që e Të meriton. tipit Humani do doja unë, po se kemi Po jo, shqiptar. jo. Tani kush? Ndoshta Po duhet portier. të them emra se. Po që do portiere të burë, Jo, Si do portier. portier, këta herë do deshu Po portier. portier. Po them ja një emër se 2-3 herë jemi zënë me Manthon për atë lojtar, për Lajthin. Ai thot Te kombëtarja Lajthia? Pa u provuar me 2-3 ndeshje miqësore, nuk më shkoj dot direkt në kampionatin shqiptar që e dim që nivelin e ka pak të dobët. Kryesisht vitet e fundit që niveli po bie. Nuk më shkoj direkt te kombëtarja. Mendoj. Do të them vetëm 2-3 emra që janë në kombëtare aktualisht, domethënë kanë qenë grumbulluar dhe kanë dhënë produktivitet, është Julian Shehu. Ka dalë nga Por Julian Shehu u provua kampionatin polak. U provua, por sepse Tregoj që e bën kampionatin polak. Po nuk se ju mund dha t'jap edhe emra të cilët ka qenë kampionat shqiptar, shumë lojtarë të mirë. Kanë provuar shkojnë jashtë. Kanë dështuar janë kthyer prapë këtu. Pra, ti pa u afirmuar njëherë jashtë, nuk shkon te kombëtarja se kaq është niveli jon. Mund të jetë Lajthia lojtar shumë i mirë, por pa u provuar te një ekip pak më i mirë, te kampionat më i mirë, është pak e vështirë ta thuash. Po mos vall këta djem, po marr mirë të Ozunin tani, me që është realisht mua më pëlqen si lojtar Ozuni. Edhe mua shumë. Lojtar shumë punëtor, luftarak. Është punëtor, luftarak, vrapon, kthehet mbron edhe në mbrojtje edhe në sulm. Unë ketë Në një bisedë me një mikun tim, mbaja më koele, thoshte se ra tema e Uzunit, thash futi Uzunin valla. Po mirë tha se tash e morën vesh ta thon tha luftarët vra, po ai as di dribloj, as gjuj, as bëj gjë tha se vetëm me vrapu tha tani, çe duam vesh me vrapu tha. Ndeshja që kanë nxjerrë Uzunin me kombëtarë se kanë nxjerrë si lojtar tjetër. Çfarë ndeshje kanë nxjerrë Uzunin me kombëtarë? Çfarë ndeshje? Serbi. Çfarë ndeshje kanë nxjerrë Uzunin me kombëtarë? Ka vrapu pra. Serbi. Pa pra mo vetëm vrapon më Lodhi mbrojtësi. Victoria Shloje. Mban mbrojtës të vetja mo. Ore ke Thomas Müllerin që nuk dinte të triblonte, nuk dinte asnjë gjë ç'a din këta talentet e mëdhenj.
Ama. Lojtar me efikasitet dhe lexonte lojën më mirë se Thomas Müller s'kishe. Do normalisht nuk po çoj Uzunin në nivelin e Müllerit se është absurditet, por ajo çfarë dua të them është se ka efikasitet aty. Ai lojtar vrapon, ecën, e gjen veten, e gjen lojtarin. Por baba im kur shef kështu që vrapoi thot kal karroce, po kaq. Po flasim për një lojtar i cili ka mbyll La Liga dyshim me 22 gola. Është gola shumë më mirë te Granada. In Albania, what have you done? Te Granada. E di ku është Porta. Se po flas për Muriçi që bën me gola La Liga, po kur i duhesh e Kosovës nuk u duk fush. Na fal mikrofon. Kush është shërbeu Muriçin për të dalë para? Tani dolën te kush shërbeu pra. Po ndoshta dhe Uzuni te Granada u shërbie mjaftueshëm. Tani kush ja topat Uzunin në Shqipëri do thosh ti. Ke një aplikacion telefon quhet YouTube. Hape dhe shifi 22 golat dhe shikoj ku i ka bërë, si i ka bërë dhe pastaj fol me mua. Okej? Vje keq në YouTube në hapesh për të parë ty miku im. Nuk bëhet gjë tjetër. Unë di që thell ky njeriu këtu ka 2 skuadra në zemër, miqtë e mi. Ka Egnatën dhe Flamurtarin. Nuk e di pse është me to 2 skuadra, por është. Këtë javë që lan pas, i bie 3, Egnatë, Flamurtari dhe Bayerni. Po jo, po thënë nga in Albanistan, my friend, in Albanistan. Ku është nafta 2500 lekë. Tani, do jo, ideja është kjo që këtë javë Vllaznia rafi Partizanin, ti ishe në stadium e pe. Dinamo surprizoi me Elbasanin. Egnata jote mori 3 pikë shumë të rëndësishëm, si shef në total. Me që jemi të drejt fundit. Edhe Flamurtari barazoi me. Unë e quaj të rënë Flamurtarin, po ti vazhdo ke shpresa. Në si llogaris. Mendimi im personal, nuk e di çfarë ndodhi me Dinamon me Elbasanin, nuk e prisja ato rezultate. Po pra na çuditi. Na çuditi dhe mu duk sikur në pjesën e që vonuan ai shumë lojtarë për dalë pjesën e dytë, ndodhi diçka të dhomata të zhveshjes, ose Ilir Daja e kapi shpulla lojtarë të Dinamos. Se jo po gjithë, po edhe sikur nuk shquhen se kanë një marrëdhënie të mirë. E vërtet kjo. Do të thënë se Ilir Daja s'ka marrëdhënie të mirë me askënd përveç se me Dbirin, më duket, te Dinamo, edhe me presidentin, me lojtarët. Me presidentin temë diskutueshme miku im. Nuk e dim, domethënë ose dhe e dim, po se them. Kështu që vazhdojmë. Kështu që, të surprizoj? Po, më surprizoi shumë dhe nuk e prisja që të kthente atë lloj ndeshje nga 0-1 në 4-1, çuditshëm. Faktikisht më surprizoi, nuk doja me fitu Vllaznia. Ta them trosh, nuk dua të fitoj Vllaznia, se kush e duron mendjemadhsinë e Vllaznisë. Ja, tani. Kush e duron mendjemadhsinë? Xenofishta. Ju lutem mos më sulmoni, nuk kam asnjë gjë me Vllaznisë, Vllazni po mendjemadhsinë e drejtuesve të Vllaznisë, apo të disa njerëzve që janë te Vllaznia, nuk e duroj dot, nuk e oneps dot. Po të ishin disa njerëz të tjerë nuk do e kisha problema me Vllaznin. Po nuk e duroj dot. Pa hyrë të drejtuesit e individët 1 nga 1. A nuk e meriton Shkodra një titull pas kaq shumë viteve? Jo. Pse jo? Si duroj dot? Pa ja. Tani po flas aspektin e lojtarëve të futbollit. Asnjë gazetar nuk i duron dot Shkodran, dhe nëse ti i pyet gazetar përgjithësi përveç një 2 gocave që kanë punë të veta në Shkodër, normalisht asnjë nuk do që një ditë tjetër nëse di kush e ka. Një ditë. Po ne goca dim gjëra më shumë se sa ju çunat e gazetari. Ta keni qartë. Mund ta bëjmë çi showbiz të podcastit. Kush e ka këtë? Shiko, unë nuk jam dakord për diçka. Ti je, do të thënë, i pa drejt tek rezultati i fushës. Këtë kam mbaj mend kur luajti Egnatia me Partizanin, Final Four, par vjet. Kishte qenë Egnatia gjithë vitin vend parë. Në fund fare thonin gjithë gazetarët duan të fitojë Partizanin. Jo. Le të fitoj Egnati se ka qenë gjithë vitin vend parë. Pra pse duhet ti jam haku dikujt që ka mundet se këtë si këtë vit që unë dua që them, domethënë dua, jo që dua, po e them me kështu, me fare lloj simpatie, dua të fitoj Elbasani se e meriton deri diku. Më shumë se sa disa ekipe të tjera. Vllaznia është tjetër gjë. Kam një inat kështu, duket sikur kam inat personal, por nuk më pëlqejnë se janë mendje mëdhenj kaq. Nuk është se dua Egnatia ta fitoj, sepse mënyra se si e ka menaxhu dhe largu disa lojtar, apo të le për të dëshiruar fakti që një ekip kampion, që është kampioni në fuqi, nuk e organizon dhe nuk e menaxhon lojën, domethënë disa situata si duhet. Pra, vazhdo të ankohet për arbitra, po bëj atë ankesën me shkrim del lej deklarata televizor dhe kaq e thjesht. Po edhe nuk i dua këto shamatët që bëjnë palidhje. Pastaj dua që ta fitoj Elbasani deri diku që kanë investuar, janë një ekip që erdhi nga kategoria, domethënë nga kategoria e dytë, parën. Po kanë histori të bukur. Domethënë ka një projekt dhe dua që ta fitoj për shkak të projektit dhe për shkak të asaj çfarë ata janë përpjekur të bëjnë gjatë gjithë kohës dhe ndryshe nga gjitha ekipet e tjera që kanë pas ulje dhe ngritje, ata kanë ecur me shkallë, ndoshta nuk janë shkallë të vogla të vish nga e dyta në të parë, nga e parë në superiore të konkurrosh për Final Four, domethënë për Kupat e Europës, por mënyra se si u ngritën, mua më pëlqen dhe është një projekt që jo të gjitha ekipet në Shqipëri e kanë ndjekur dhe e kanë vlerësuar.
Dhe nëse edhe Ignatja ka qëndruar më përpara, domethënë kur erdhi nga kategoria e parë, erdhi nga kategoritë më të ulta, qëndroi pak aty, po Elbasani eci me një hap shumë të mirë. Dhe mua kjo gjë më pëlqen te Elbasani, nuk është se e them domethënë kështu, pavarësisht se ky djali këtu më akuzon që unë jam tifoze. Ignatja Flamurtari është kjo është vdek, më nuk e di pjesë një arsyet. Ignatja Flamurtari ka vdek me Dinamon e ndjek nga puna, kaq di për momentin. Jo, zakonisht më kanë akuzuar me këje me Dinamo me Ignatja. Ignatja Flamurtari është, këtë e di. Po ti Flore ty s'kam pyet ndonjëherë, kush do ta mori të vit po kampionatin? Ka duhet, unë kam thënë që doja Elbasani, por më duket se po drejtohet për Shkodër. Unë jam ke 3. Elbasan, Vllazni dhe Partizani që dëshirën e kam Elbasani, pak ka shumë si Mirela kam dëshirën se ka pat projekt bukur, kanë ruajtur grupin. Është një histori e bukur konar deri këtu. Se di unë doja më shumë Vllazni. Unë jam 51 me 49 për Vllaznin. Nuk kam 50-50 fiks. E dua fort Elbasani, po jam 51 me 49, nuk e di pse. Po shkëputet pak. Është fanell më legjendare kjo, në aspektin më historik e Vllaznisë dhe. Ja, sa Elbasani ka shumë histori. Jam dakord, po sikur e dua shumë edhe këtë Vllazni. Po një sekond, nëse nuk ju japi mundësinë të krijojnë histori, këto ekipet si Elbasani apo Ignatja që e krijoi, sigurisht që nuk do kenë kurrë histori pastaj. Kështu duhet të fillojë diku historia. Atë Sulebeu krijoi histori, por e krijoi tani. Çfarë po thon kufje? Po më thrasin për VAR. Për VAR? Po. Hapi VAR-in? Po. Hapim VAR-in. Kemi ca foto të trajnerëve të diskutuar për të marrë ndërtimin e kombëtarëve shqiptare, pasi Silvinho nuk po ka ato ure të qeta. I pari shqiptar është Besnik Hasi. Mendoj që do ishte një zgjedhje perfekte deri diku, për arsye sepse flet shqip. Dhe do doja një trajner shqiptar, vetëm për t'ju dhënë atë frymën e grupit dhe për të ndier fanelen akoma dhe më shumë, pavarësisht se lojtarët nuk i akuzoj dot për këtë pjesë. Domethënë, do ishte mëkat dhe do ju hyja në hak nëse i akuzoj se e ndjejnë fanelen apo se ndjejnë. Domethënë, do doja një trajner shqiptar vetëm sepse edhe ai ta ndjente përgjegjësinë dhe ato çfarë njerëzit thonë që kur shqiptarja zgënjen. Shiko, i përfolur është, i përfolur dhe shpesh i komentuar që e duan. Është i përfolur, por nuk mendoj që do i bashkojë kombëtarës. Është trajner që do të diskutojë dhe të ketë lojtarët vazhdimisht në kontroll, edhe gjithashtu për diskutuar me ta për çdo lloj skeme, për të folur do analizë nga 3-4 orë, lojtarët e Dinamos madje ankohen disa për të, që mos themi emra si ju hapin probleme, që për te kombëtarja nuk mendoj që do ishte efikas sa ç'është një ekip. Mendimi im, është një trajner që është shumë i mirë me skemat dhe me vendosje taktika, teknikën, është dita lexoj lojën shumë, është nga më të mirë në Shqipëri, por nuk mendoj se është njeriu i duhur për të udhëhequr kombëtaren. Jo trajneri i duhur. Ka dërguar 3 herë ekipet që ka patur në kompeticione europiane, ekipe shqiptare. Si trajner, po, 2 herë Ballkani, si 1 herë Skënderbeu. Më fal, se më vrau veshën e fjalia tani lojtarët Dinamos ankohen që Daja i bë ka leksione 3 orë. Brother, you're fucking paying good for that. Si mund të ankohesh që të bën teatri leksione 3 orë? E të pronë. Po çfarë si ka janë leksione që përkthehen në fush? Po sigur si mund të ankohesh për këtë gjë më vëlla? Nuk përkthyen 9 javë. Ti mendojnë që realisht mendojnë që futbollistët po të ishin aq zgjuar do shkonin të luajnë futboll? Ata kot nuk luajnë futboll. Nuk janë marrë me leksione. Po këtu kemi një problem tjetër që ka fajin Daja për këtë. Që kështu ju lutem. Te një trajner shqiptar mendoj që do ishte pak ajo pesha e fjalës se do i binte. Sepse vetë natyra shqiptare është ne kur kemi një tuaj përballë respektojmë pak më tepër. Si natyrë. Kur kemi shqiptar themi por dhe krau tjetër që presioni që do bëjë një trajner shqiptar nga rrethi i familjarëve dhe i atyre që ndikojnë te lojtarët do ishte dyfish më i madh. Mendoj që një trajner profesionist nuk i intereson fare çfarë flasin tjerë dhe disa lojtarë telefoni 7 herë në javë. Shiko, është jo, po kur të bie dera. Më pëlqen shumë se do ta mbaj gjën të butë, nuk ta mbaj kështu. Presioni nuk vjen dera thotë më. Presioni nuk vjen nga familjarët. Vjen nga armani. Si ti qes? Se do ta mbaj kështu mirë, a kupton? Presion nga familjarët. Por thash nga rrethi afërt. Rrethi afërt që dikush ja. Problemi dikush dhe me Dajën te kombëtarja jon, se Daja s'pare ka qenë lojtarë që paguhen fort, paguhen mirë. Dhe kur mori vesh pagat e këtyre që kanë kështu, do të futi asin lojë. Pra tash atë me persor tani kështu thonë që çoçi diti sa lek marrin lojtarët dhe s'pëlqen shumë kur i di. Kur marrin fort. Tani kështu janë thashë temet. Jo, shiko. Cannavaro. Jo, shumë më njësoj si Silvinho. Do ishte mirë për deklarata, për konferencat për shtyp, do ishte mrekulli për Federatën Shqiptare e Futbollit, por jo për kombëtaren shqiptare. Mbaj mend që Cannavaro një herë ka ardhur para një viti për një seminar, diçka po, ka ardhur, pra kontakte me Federatën i ka. Diçka të vërtet ka.
Por rrugtimi që ka Cannavaro si trajner, Guangzhou, Al Nassr, Kina, që janë 3 ekipe që kanë paguar shumë besoj, duke ditur sa lek japin këto. Pra rroga problemi i parë. Pastaj ka patur eksperjenca të Benevento dhe Udinese, dhe tani ka Uzbekistanin, i cili është kualifikuar në botror. Pra ky do të jetë aktualisht trajneri i botrorit. Dhe më duket Deri korrik nuk e kemi. Duket shumë e vështirë pak për të bashkuar Shqipërisë, por jo e pamundur. Unë uroj që të jetë e pamundur, nuk pëlqen si trajner për kombëtarën shqiptare. Nuk e shikoj, domethënë unë mendoj që do na mbyll të përsëri mbrojtje, ne mbrojtësat Italian. Po pra, italian tipikisht. Dhe mendoj që kombëtarja shqiptare mbrojtjen e ka tani më të afirmuar, ka mbrojtësa shumë të mirë. Van Bommel. Hop. Këtu më qeshi shpirti më. Sepse ka qenë në Bayern. Jo, nuk e kam këtë pjesën që ka qenë lojtar i Bayernit, e kam këtë pjesën sepse me çka kam dëgjuar nga 2-3 lojtar, nga kontakt, domethënë janë 2 intervista për Van Bommel, është një trajner që i merr lojtarët individualisht dhe flet me ta, punon me secilin lojtar dhe ju shpjegon se çfarë kërkon nga ata. Përpiqet që të marrë psikologjinë e lojtarit në funksion të asaj çfarë ti i nevojitet. Dhe plus duke mos harruar që ka një grind dhe në fushë ka patur një grind shumë të madh. Po, lojtarët që ka luajtur me nivele shumë të larta, patjetër. Ka luajtur me nivele shumë të larta dhe ka një grind. Gjithashtu pozicioni i tij që ka qenë në lojë, ka qenë shkatrues, dhe duke qenë i tillë, mendoj që ne kemi nevojën për një lojtar të tillë që shkatron dhe organizon në të njëjtën mënyrë. Dhe ky ka qenë një lojtar që realisht do ju jepte shumë nga eksperjenca e vet lojtarëve të kombëtarëve shqiptare dhe do e bashkonte akoma dhe më shumë grupin. Për shembull, po marr një lojtar të kombëtarëve shqiptar Mirlin Daku që mbahet për grind, ky do ishte trajneri perfekt për të nxjerrë më të mirë Dakut. Mendimi im. Ka patur më pak ekipe nga të gjitha emrat që tham, ka patur vetëm 3 ekipe, por ka bërë mirë me të treja. Po. PSV-n ishte mirë, Wolfsburgu ishte mirë, te Antwerp fitoi kupën dhe pastaj kampionatin. Kampionatin dhe 66 viteve që nuk e po, dhe fiton. çoi për herë të parë në zonën Champions. Vota ime shkon për këtë. Silvinho, Po, do të qëndroj. Kishte s'jep dot më. Unë mendoj që Silvinho është konsumuar me kombëtarën dhe ka diçka, lojtarët vet Nuk e duan më. janë më përqafues ndaj atij. Ka lojtar individual, pa përmendur emra, të cilët nuk e duan më se i kanë ngrënë hakun gjatë Europianit, gjatë eliminatoreve, gjatë play-offit. Duhet t'i jepet shansi të drejtoj ligën e kombeve, pasi në rast se fiton grupin e ligës së kombeve, ky tipi ka një shans për Europian më shumë dhe në rast se shkon në Europian nuk ka më justifikime pasi ka eksperiencën e 2022-shit. Po, më fal. Pse mos ja lëm këtë shansin, por ta presim tani? Më fal. Ti ke një projekt më afatgjat. Që do shkosh në Europian, por ndoshta edhe botror. Por më rëndësishme akoma, të krijosh një bazë ekipi, cilën ti nuk po e bën dot. Ti ke një lojtar i cili të vjen ty kulm karriere, Ernest Muçi, dhe ti nuk e ingranon dot me grupin. Ti ke një lojtar që të vjen në kulm karriere, Mehmeti, nuk e ingranon dot me grupin. Pas 3 viteve, 4 viteve kur të vi botrori tjetër, ta do jenë nga 30 vjeç. Dhe nuk provoj lojtar të rinj. Nuk i ke marrë më të mirë grupin që ke. National League kishte për të provuar lojtar të rinj. Problemi jot ke një keq menaxhim të situatës dhe po ta jap me Adrian Bajramin që iku te Zvicra. Trego që mund bësh kombëtare më të mirë nga lojtarët që ke, pastaj t'jap dorën, thë faleminderit dhe po nuk na çove. Po nuk i jam Po kur ti Pse mluni match më Cila se është nuk po loja bën më më e mirë, bukur pra. që ka bërë kombëtarja shqiptare në ndërtimin e Silvinho sipas teje? Më thuaj Po te. nuk më intereson loja e bukur. Ky bossi, ky zotria më çoi në Europian. Në Europian. Të çoj golat e Yasir Hasanin e Që Yasir Hasanin e tholli. Ky, se asi tjetër nuk e kërkoi fare. Problemi është që ti aktualisht je pa projekt, pa plan, ti nuk di si bën golin, na të vjen goli. Ky është problemi kombëtarës që nuk po ndërton dot Sepse identitet loje. zotria nuk ka sulmues para. Pse Ka hoqi? pat grupin më të mirë lojtarëve që ka pat në Shqipëria. S'ka sulmues para, ka Mirlin Daku, ka Daku dëmtu. Ore, pse s'mori Kristian Shpendin? Po çfarë shpendin seri B? Ore, Si ti me çfarë çe pretendon? kategori superiore. Ore, Ti çfarë pretendon? Ore, çfarë pretendon ti? Pe nga Bundesliga e dytë mori ai Frankofoda lojtarët e Po çe? Kosovës. Ti këndo. Mjafton të luaj o shok. Ti një herë thua ka lojtarë që s'luan dhe kur ka lojtarë që luan donesh nga Seria B. Po ashtu i kishte edhe Debiazi më nga Seria B. Mundësisht Debiazi kishte në një që ishte gati për transferin C. Jo, Mirela Xhaja do i kapte shpulla gjysmën e njerëzve atje. Pse? Kjo taktika nuk e di të funksionoj, po nuk e di ka provu më para, por Trajner e femër, interesante. do ishte një Një trajneri si Mirela Xhaja, vetëm do i gjonte herë budalli që çfarë do thonin gjithë, edhe pastaj do futet do i ktheni gjithëve. Mbylleni. Tani është rradha ime. Por jo, nuk do. Po për formacionin apo Po lushin çunat në 100%, se dhe i karikonte. Ja, nuk jam. Ose dhe kërcenotën e biseta. pas që për shkop finale botrorit, Kush nuk bë gol publikohet biseta.
Mendoje. Ishin koshunat. Është nuk e moj. Jo, Mendoj mos një. se mohojmë që na shkruajnë absolutisht. Oh, Hammer Pisa. Pra, ndaj nuk e kanë mendjet e Prandaj Po, vini një varet. me Toninho. Jo, pritë të mbaroj madh thos ti më je mua si ja. Unë jam shumë korrekte me në mënyrën se si flas me njerëzit. Unë nuk i ngatroj gjërat. Domethënë nëse unë kam folur me futbollistët, kam folur për informacione apo kam kërkuar që të di se çfarë po ndodh dhe gjendjen e tyre që a janë në gjendje të luajnë apo s'janë apo kanë ndonjë Ka problem. informacione, fal, çfarë pozicioni luan fush? Prit. Se pyetja është kjo. E kanë prishur gjumin çunat me fol me ty? Jo. Si jo, deri çfarë ore ke fol? Unë orë 11 fle gjumë për vete. Aha. E mirë. Mirela me që Këto themi në televizor. Aha. Se do bëja mbyllje por me që po shkon ora 11, thot pa le Mirelën të shkoj të flerë. Nëse të shkojnë në shtëpi se do festoj. Po, se këtë ndeshë për të parë. Shko vajto po. M'fal. E hodhi kunjë vet, më duhet të përgjigjesh. Jo. Ti mund të thua çfarë të duash. Unë e di paga shumë se si do shkojnë gjërat. Shif këtu. Po. Unë nuk kam ndonjë logo, shihoni ndeshjen, takohemi javën tjetër. Mirela, faleminderit që je shumë me ne. Faleminderit ju. Hala Madrid. Paqim. Ándale.